Nga përvoja, ka pacient që kur i ke thonë ti po të rrezikohet shëndeti zemrës, duhesh urgjent me lanë duhanin, alkoolin. A ka që i nje, që e kanë lanë nga frika? Ka patjetër, edhe këto është një farë xhelozie se ato ndryshimet që ata janë në gjendje, mi bën trupin e vetë, nuk jam gjendje t'i pi vetë. Se ka pas që kam thënë një pacient me hipertension që duhet të ndryshosh stilin e jetës, për ndryshe duhet të përdorësh barda, edhe kur pas 3 muajve ka bën një ndryshim spektakular në kuptim të uljes së peshës. Do të thosh kjo me i kërcënu pak. Po, jo, është atë që i them në intervistë motivuese, po ti do të shpenzosh shumë energji me ta, të spaku të flasësh gjysmë ore që t'ja ndryshosh stilin e të menduarit edhe të jetës. Intervista motivuese, jo patjetër që ti friksosh, po ti jepësh informata të sinqerta. Po patjetër që ti do të dëmtosh mëlqinë që ose vazhdon të konsumosh kaq shumë alkool. Edhe pastaj ne aty e bëjmë edhe ultratingullin e organeve të abdominale, pastaj ultratingullin e arterjes karotide, edhe në qoftë se ti ato zbulon pllakën e arterie, ato janë shumë të vërejtshme. Kështu që kur i thua pacientit që ke pllaka në arterie, në ekzaminim me ultratingull, dhe që a ishe edhe vetë, është pak e frikshme për të. Edhe i thua që arsye kryesore është dohani. Edhe mundet edhe me e lanë. Po, ka dhe që edhe e lanë dohanin për shkak të rrezikut që pastaj të fitojnë sëmundje kardiovaskulare. Kur te ke një plak në arterien në një damar kaq të madh, paramendo se çfarë duhet të kesh në arteriet e vogla të zemrës. Kështu që ndryshoj stilin e jetës edhe kuptimin e konsumimit të yndyrnave, spaku një lukë më pak yndyrë, ose përdor yndyrë cila është më shëndetshme, si që është yndyra vaj i ullirit të krahasim, megjithëse po janë ato shtrenjta. Konsumi ditor është shumë i shtrenjtë. Mirë, po kanë impakt, ka patjetër që fjala e mjekut ka impakt edhe vizita e radhës pastaj ndryshon tek pacienti. Mirë, po është mirë që t'ja përsëritësh prapë pak a shumë të njëjta gjëra, sepse njeriu reflekton dikur, herën e parë vetëm e ka mendimin edhe pastaj thot po pse mos i bëj këto gjëra. Po edhe në psikologji thuhet që i duhet kohë fillimisht me pranu informacionin, pastaj me u mësu me jetu me to, kështu që duhet me i dhënë kohë dhe pacientit me u përballë me to. Kjo ishte edhe arsyeja pse u gëzova konferencës. Ju ftoj edhe një herë në lifestyle konferencë, keni edhe në Instagram edhe në Facebook, e kanë linkun ku mund të aplikoni edhe të jeni pjesë e konferencës, t'i bëni pyetje tuaja për që gjitha ata persona të shëndetit fizike, mendor, të cilët do t'jenë të gatshëm dhe do t'jenë aty për juve, të përgjigjen në çdo pyetje t'juaj, po edhe të mësoni shumë prej tyre, prej punës së tyre, prej informacionit që kanë e çdo gjë tjetër. Një konferencë e tillë ndihmon shumë që një nga familja t'i ketë këto informacione, të ndikoj tek familja vet, ajo familje të ndikoj tek koqësia e kështu me radhë, e pse mos jemi një vend me një shoqëni të shëndetshme.